Ka një shpreje që unë e kam pas gjithë tjetën shumë qef, të mbajt e jotja. Sakt farë. Kështu që çdo kush është mirë t'ja bëj zmetin asaj çfarë mund të jetë e vetja për gjithmonë e pa kushtëzuar nga kush vjen, kush ikën, drejtor, ministër, kryeministër apo ku diun se çfarë. E vetmja gjë që të garanton në jetë është gjëja jote që është truri dhe ajo çfarë ti di të bësh me trurin, me duart, me veten tënde. Kështu që e vetmja gjë që do duhet çdo kush në jetë, çfarë unë i them ti mbiri është kjo gjë. Besoj që çdo kush do duhet ta stimuloj sa më shumë mundet këtë gjë. Pse ikin një pjesë e rinis? Ikin se nuk bëjnë dot këtë që bëjnë një pjesë tjetër e rinis. Që të rinë, të dritë drejt zinxhirin të rrugëve. Thot po mbi po ikin, po e marrë në drejt. Ne përmendëm, se shumë shkurt, ne përmendëm ata që punojnë në administratë mirë ose keq të korruptuara si jo. Po janë ca që janë administratë që zëhen fare. Si janë fare aty, ka vetëm embrin. Po del në jetimet për shembull që bëjnë që s'janë fare aty dhe kjo është e bukur fare. E dyta, për ata punojësit administratës që flen gjumë në punë, kam një këshill, mund të përdorin dyshekët dhe jastëkët dorelan, ose mbulesa dorelan. Sepse në rast se ata flen, të paktën të flen rehat. Sepse nuk është mirë ta bësh gjumin keq, se gjumi keq të dëmton, pra ti po fle që po fle, të paktën fle tamam, pra bëj gjumin tamam, dhe kjo ishte këshilla ime për ata. Dhe flime dorelan. Kurse unë dua ta mbyll me një ndodhi të vërtet. Një miku im, drejtor, kur më hoqën tha, u trishtova shumë. Dhe më pas kuptova sa ai trishtim më vlejtit, kuptoj se sa e rëndësishme ishte të krijoja biznesin tim. Kështu që ju lutem, ktheni syt tek vetja, se po patke të duart të tjerëve, do jeni gjithmonë let pa ngopur, po të pra realizuar. Shkojmë në vëndshe.